ka një proces që ndodh në Vlen, pra në të kaluarën popullata, votuesit kanë kërkuar që opozita të bashkohet dhe kanë pas të drejtë. Momenti që u bashku opozita, u bë pozit, pra i përfaqëson shqiptarët në qeveri, pra sollën ndodhi edhe ndryshimi. Mendoj që tash kërkesa e votuesve, strukturave partijake është e qartë, pra shqiptarët nuk duan fragmentarizim, nuk duan parcializim, nuk duan parti të vogla, pra duan Vleni të jetë një dhe konform kësaj kërkese, kësaj analize, po veprojmë edhe ne liderët e Vlenit. Fillimisht e filloi zoti Kasami, që shkryu organet e besës dhe i drejtoi drejt subjektit ardhshëm Vlen. Të njëjtën po e bën edhe zoti Fetau, edhe zoti Azir Aliu, edhe Mimoza, edhe Ilir Demiri, deputeti i ri që u bashkangjit Vlenit. Pra këto ditë, me siguri, këto ditë po përgatitet edhe lëvizja demokratike që të thret kuvendin themelues për të shkrirë dhe për ta bërë Vlenin një. Besoj që në këtë mënyrë pra të gjithë flasin me një zë, dhe ky zë pra është drejt shkrirjes së Vlenit në një subjekt të vetëm politik.